Burri I cili jetoi 152 vjet tregon lëngun magjik që piu, e pabesueshme për vetitë që ka. Toma Parr, një fermer I vjetër anglez, e ka pirë këtë pije dhe ka jetuar për mbi 152 vite rresht. Bëhet fjala për hirrën, e cila është e përdorur vazhdimisht në dietën e tij. Ajo përmban më pak se 1% proteinë dhe 93% ujë. Mund të përdoret si pjesë e regjimeve të ngrënies së familjeve, gjithashtu edhe për elementet e saj ushqyes. Elementet kryesorë që përmban janë kaliumi, natriumi, magnezi, fosfori, hekuri, zinku, bakri, kobalti, mangani, vitaminat, aminoacide dhe përbërës të tjerë të rëndësishëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është një pije e përshtatshme veçanërisht për humbjen e peshës, sepse 100 gram hirë do të ofrojë vetëm 26 kalori. Pija më e shëndetshme është e mirë edhe kundër komplikacioneve të mëlçisë. Çelësi për një shëndet më të mirë të mëlçisë së pastër. Hira është shumë efektive në përmirësimin e shëndetit të mëlçisë. Duhet ta konsumoni shpesh nëse dëshironi të shmangni shqetësimet e këtij organi. Hira përmban shumë alfa-laktobumin, një komponent shumë I rëndësishëm që mund të përmirësojë edhe humorin. Cisteina, që gjendet kryesisht te hira, është një antioksidant I cili përdoret për të mbrojtur trupin nga infeksionet gjithashtu dhe toksinat. Hira është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët duan të humbasin kilograme të tepërt. Hira mund të bëhet pjesë e elementeve të darkës suaj, ndryshe nga shumë pije të pasuruara me kafeinë. Ajo është e pasur me elektrolite dhe njëkohësisht hidraton trupin tuaj. Ajo ka aftësinë të ulë presionin e gjakut dhe të shkrijë yndyrnat e akumuluara në trup. Hira është një zgjidhje shumë e mirë për sistemin tuaj tretës. Acidi laktik që gjendet te hira mund të zvogëlojë numrin e parazitëve dhe mikrobeve të sistemit tuaj tretës. pH I ulët e forcon gjithashtu edhe punën e tyre. Përdorni rreth 150 ml hirë në ditë fillimisht dhe më pas mund të arrisni sasinë deri në 1 litër në ditë. Mund ta përdorni duke shtuar një lugë gjedhe hirë në një gotë me ujë. Pijeni këtë përpara çdo vakti dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet fantastike. Hira, ndoshta emrin nuk e ka shumë të dëgjuar, por përfitimet që do t'i ofrojë shëndetit janë vërtet mbreslënse. Pioneri I kërkimeve për sistemin imunitar, Elie Matinkov, njëkohësisht fituesi I çmimit Nobel në psikologjinë e mjekësisë në vitin 1908, e ka vlerësuar së tepërmi futjen në dietën e përditshme të hirës. I quajtur ndryshe baba I imunitetit mes natyrales, Matinkov ka thënë se hira ka një efekt të pakrahasueshëm në sistemin gastrik. Jetëgjatësia dhe mosprekja e popullatave të ndryshme nga komplikacionet I atribuohet edhe pikërisht këtij lëngu. Hira përmban 16 lloje të proteinave, 8 minerale, vitamina kryesore ato të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë të shëndetit. Sipas ekspertit, hira është e mirë për shëndetin e veshkave. Hira bën një punë të shkëlqyer për të pastruar veshkat, madje edhe në disa raste duke shkrirë gurët në to. Nuk është rastësi përse doktorët rekomandojnë masivisht konsumin e hirës në dietën tuaj të përgjithshme. Ndaj, shtimi I saj në dietën tuaj mund të jetë një mburojë shumë e mirë për mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe lehtësimin e një sër komplikacionesh. Sa më shpesh ta shtoni hirën në dietën tuaj, aq më shumë përfitime do të keni edhe në organizëm. Shtimi I hirës në dietën tuaj është e mirë edhe për largimin e helmeve nga mëlçia. Mëlçia është organi I shkëlqyer I vetëm në trupin e njeriut që ka aftësinë të rigjenerohet. Ky organ kryen një sër funksionesh të rëndësishme në trup, për ta mbajtur atë edhe më të shëndetshëm për gjatë gjithë kohës. Studime të ndryshme kanë treguar se përbërësit e nxjerrë nga hira, sidomos proteinat e hirës, kanë veti të mira mikrobale dhe antivirale, forcojnë kështu sistemin tuaj imunitar dhe mund të mbrojnë gjithashtu edhe nga komplikacionet e sëmundjeve kardiovaskulare, duke rritur performancën aktive fizike. Kjo pije e varfër në pamje, por jo në përmbajtje. Ka gjithashtu edhe element të beta-laktobulinës, e cila furnizon organizmin me aminothartira BCA.
të cilat mundësojnë gjithashtu të mbroheni kundër problemeve të avancuara të mëlçisë dhe të parandaloni edhe komplikacionet e tyre. Ndaj, shtimi i hirës në dietën tuaj të përditshme, sipas ekspertëve, mund të jetë një mburojë e shkëlqyer për shëndetin e mëlçisë dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Hira është një nga pijet të cilat mund të japin rezultate fantastike në dobi të organizmit dhe si e tillë mund të jetë një shtesë e shkëlqyer e mbrojtjes së trupit, sidomos në betejën kundër problemeve të mëlçisë. Hira është një produkt fantastik për të tonifikuar muskujt dhe ka efekte të mira dobësuese. Hira rekomandohet gjithashtu për të rënë nga pesha, duke qenë se proteina e saj ndihmon për të dobësuar më mirë dhe për të ngopur dhe për të rritur masën tuaj muskulare. Përveç kësaj, ajo i ofron trupit tuaj ndjesinë e ngopjes, duke ndikuar kështu edhe te niveli i ushqyesve në organizëm duke ulur nivelet e oreksit. Ndryshe, atyre mund t'i shtohet edhe një zgjidhje lehtësuese për personat që merren me sporte, pasi hira sigurisht që do t'japë rezultate fantastike në tonifikimin e muskujve. Hira forcon kockat dhe pengon gjithashtu problemet e osteoporozës. Sigurisht që hira nuk ka asnjë yndyrë që ka qumshti dhe është gjithashtu një zëvendësues shumë i mirë i tij për sa i përket vlerave të larta ushqyese. Nga studimet rezulton se hira përmban 16 lloje të proteinave, 8 minerale, vitamina kryesore të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë të domosdoshëm për shëndetin. Pikërisht këtë e bëjnë atë të krahasueshme edhe me qumshtin e gjirit. Pija magjike ndihmon edhe në periudhat e prekjes së femrave nga problemet e osteoporozës, gjithashtu edhe furnizon kockat me ushqyesit e duhur gjatë kësaj periudhe. Hira do të rregullojë nivelet e yndyrnave të tepërta në gjak. Hira u rekomandohet njerëzve të cilët kanë probleme me yndyrën e tepërt në gjak, pasi vetëm disa veti të saj mund të njihen si element ushqyes kundër këtyre komplikacioneve dhe të mbajnë larg shqetësimet e tyre. Hira është një pije e cila mund të japë rezultate fantastike në luftën kundër stresit të tepërt. Hira do të nxjisë prodhimin e serotoninës, hormonit të lumturisë dhe kështu do të zvogëlojë ndjesinë e stresit. Përgatitja e hirës në kushte shtëpie është një zgjedhje shumë e mirë që mund të arrihet fare lehtë. Për këtë duhet të zgjeni 1 litër qumësht e kur tjetër në vlim e sipër, hidhni 1 pikë lëng limoni dhe do të pritet. E lëni të ftohet dhe më pas e ndani veç lëngun e tejdukshëm që ngjitet sipër. Pra hirën. Hira në një shishe qelçi konsumohet fillimisht nga 1 gotë në ditë. Pjesa që mbetet si salcë vjen po aq sa lëngu. 1 lugë e saj mund të tretet në ujë dhe të konsumohet për të marrë të njëjtat efekte pozitive në dobi të shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Hira është një zgjidhje shumë e mirë që mund të japë shumë përfitime, por sa përgatitet vetë në kushte shtëpie, ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë efektive në dobi të shëndetit. Hira është për të mbajtur trupin tuaj në formë. Hira në fakt është e njohur më shumë për proteinën që ka në mbajtjen e nën kontroll të formave të trupit. Ajo është një ushqyes që ju ngop më shumë organizmin në të njëjtën kohë. Në mjaft studime, ngrënia e proteinave në masën 25% të konsumuar të kalorive ditore ul me 60% urinë për të ngrënë. Studimet kanë treguar se zëvendësuesi i burimeve të tjera të kalorive me proteinë hire të kombinuar me aktivitet fizik në formë të mirë mund të sjellë ulje të peshës prej rreth 3.5 kg në mënyrë natyrale për 3 muaj, dhe kjo duke mbajtur në ekuilibër masën muskulare. Nëse jeni duke u përpjekur të humbisni në peshë, atëherë një shtojcë e proteinave të hirës do ju ndihmojë të mbani trupin në formë dhe të ruani masat tuaja muskulare. Hira mund të përdoret si nga të rriturit ashtu edhe nga të vegjëlit. Të vegjëlit mund ta përzjeni me lëngje të frutave me qëllim që të mësohet me shijen e veçantë të saj, por edhe mund ta kombinoni në përbërje të ndryshme për të marrë përfitimet dhe vlerat. Është e rëndësishme ta konsumoni si duhet në mënyrë që përfitimet të jenë të plota për organizmin dhe të mos e rëndojnë atë në vazhdimsi. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.